Prej datës 15 prill deri me sot jemi takuar çdo 48 orë. Tash lëvizja vetëvendosje ka ndryshuar strategjinë, në vend që të vendos aty emrin e Albulena Haxhiut, ka bën një taktik dhe po kërkon vot për një komision për votim të fshehur, e cila tashme e kemi diskutuar, e kemi argumentuar, jo vetëm ne, po edhe njerëz dhe profesionistë që janë jashtë kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe që nuk përfaqësojnë parti politike, që është shkelje ligjore dhe kushtetuese ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Dhe ne në fakt nuk do të votojmë dhe nuk do të bëhemi pjesë e një shkelje të tillë. Na vjen jashtëzakonisht keq, sidomos për zotin Dehari, i cili si kryesues i seancës nuk përfaqëson lëvizjen vetëvendosje, nuk është aty për shkak se partia e tij është fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit, është aty për shkak të moshës. Dhe asgjë tjetër, ai duhet të përcjell skenarin e përgatitur nga sekretaria e kuvendit dhe jo skenarin në të cilin atë e fut lëvizja vetëvendosje. Ne nuk kemi vot për Albulena Haxhiun, e kemi deklaruar që nga fillimi vota jonë është kundër, kryetari i parlamentit duhet të zgjedhet me marrëveshje politike dhe kështu do të vazhdojmë përderisa ata nuk reflektojnë. Faleminderit shumë që po na përcjellni, edhe përkundër faktit që dje ishte një ditë e keqe për Kosovën e në veçanti për komunitetin e juaj, kur pam që në fakt ajo me çfarë jeni përballur për plot një vit është reflektuar edhe në raportin në indeksin ndërkombëtar të lirisë së medias, neve na vje keq për këtë. Dhe zotohemi këtu para jush që në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jemi gardian të fjalës së lirë kudo dhe në çfarëdo funksioni që jemi.